Është pothuajse e pamundur që këto 3 shenja të qajnë. Nuk ka rëndësi nëse po kalojnë një ndarje, kanë një ditë të lodhshme dhe sfiduese në punë, apo po shohin një film që të bësh të qash me dënes. Këto 3 shenja e kanë thuajse të pamundur të qajnë. Demi. Nëse je një dem, mund të themi me diku tek 99% siguri që ke 6 muaj paqar ose dhe më shumë. S'ka rëndësi se ç'drama drama po kaloni në jetë, sa shumë stres ka me personin e zemrës apo edhe shumë probleme të tjera. Sigurisht kjo shenjë nuk paraloton, sigurisht mund të ndihet i acaruar apo i nevrikosur, por sërish Demi ka nevojë të përballojë gjërat me forcën e paepur. Gjithashtu, duhet pranuar pasi e kalon dramën, Demi shpërthen në lot. Ndodh rrallë, domethënë, më shpesh ndodh një eklips, por sërish Demi edhe mund të qaj gjithmonë kur është vetëm. Bricjapi është në krye të listës për shenjat më pak emocionale. Sipas astrologëve, shenja e tokës ka tendencën që të jetë shumë racionale dhe thuajse as pak e ndjeshme, ndërsa shumë njerëz mendojnë se të qashtë lehtëson. Bricjapi as nuk e ka fare në plan të derdh lot. Bricjapi udhëhiqet nga Saturni, planeti i detyrave dhe përgjegjësive ndaj natyrshëm, e gjen veten duke dalë nga një situatë e ndërlikuar. Ujori jeton në botën e ujit, unike dhe autentike, dhe është një mision i komplikuar që ta lëvizësh nga kjo botë. Në fakt, ka ca çaste që ujori mund të derdh një lot nga e qeshura apo nga një film komedi, apo kur rrëzohet dikush, ndërsa për probleme nuk ka gjasa. Ai si shenjë ajri mund të shkëputet emocionalisht nga realiteti, ndaj është më së e kuptueshme pse nuk derdh lot.